Përshëndetje miq të televizionit Shpresa. Sot do të pyesim qytetarët nëse do të marrin pjesë në zgjedhje dhe pse ende i votojnë këto parti për 32 vjet. Po. Besoni te këto parti që kanë 32 vite që i votoni ende? Besoni shqiptarët? Ku do besojmë, këto parti i kemi të një. Po, se qoftë ato janë të korruptuar. Dhe partitë e reja kemi besim. Keni besim në të partitë e reja. Mendoni se do është më mirë një qeveri teknike? Nuk besoj se do jetë zgjidhja e duhur. Profesor Pëllum Pilin, që nuk e di nëse e njihni, është kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, po. Tu në zgjedhje prapë, qeveria del nga populli. Patjetër, vjen qeveria teknike, pastaj bëhen zgjedhjet. Po prapë, qeveria teknike zgjidhje e përkohshme. Po, e përkohshme, pastaj duhet ta votojnë qytetarët që të zgjidhet. Kohët e fundit kanë ndodhur shumë arrestime nga zyrtarë të lartë. Mendoni se do të ketë arrestime të tjera? Përflitjen shumë emra të tjerë. Nuk di çfarë them, nuk mendoj. Mund të ketë, korrupsioni është maksimum. Të merrni pjesë në zgjedhje? Po, do ma. A besoni te këto parti që kanë 32 vite? Fare. Po pse do i votoni? Edhe që do vinë. Pse është një detyrim që do ta bëj. Detyrim. Mendoni se është më mirë të vinë një qeveri teknike ose një alternativë re për shqiptarët? Për mua asnjë nga ata që do vinë nuk bëjnë. Këto janë të korruptuar, të gjithë. Po si do të bëhet Shqipëria? S'ka për të bërë. Edhe më të vinë një huaj. Nuk është shumë serioze që të partitë e vjetra të qeverisin përsëri, sepse ato kanë qeverisur për disa vite dhe i ka provuar ky popull. Po korrupsionin po e shohim kudo, ndërkohë pensionistët paguhen shumë pak. Paguhen shumë pak. Ka dhe faktorë të tjerë në fakt që të detyrojnë që të mos votosh më për ato parti. Duhen provuar këto partitë e reja. Besoni se mund të vijë një qeveri teknike? Jo, në asnjë mënyrë. Nuk mund të vijë, do të thënë. Pse? Nuk mund të vijë për disa arsye. Sepse para zgjedhjeve që nuk realizohet. Për vetë fakti se qeverisja aktuale nuk krijon kushte për të krijuar një qeveri. Nuk lë hapësira. Nuk krijon kushte, nuk lë hapësira. Pastaj edhe fakti tjetër që mbas zgjedhjeve nuk mund të krijohet ndonjë qeveri e tillë për arsye se disa parti do të marrin ndoshta shumicën absolute jo, po do të afrohen në pragun e vetë qeverisjes. Duke bërë një koalicion me dikë, krijohet mundësia për të krijuar një qeveri ndoshta jo stabil për shumë vite, sepse ka shumë faktorë që mundet ta detyrojnë qeverinë që të kalojnë. Po korrupsionin në vend si e shihni, shumë zyrtarë të lartë janë arrestuar, kanë dalë dhe emra të tjerë që mund të jenë gati. Tani është e vërtet që jo vetëm kjo është qeverisje, po edhe qeverisjet e mëparshme, si moto të tyre si kanë pasur çështjen e të zënë një pozicion që të pasurohen, që të bëjnë diçka. Për vete, jo për popull. Jo për popullin, e kupton? Edhe po të shikosh dhe po të hysh një analizë të tillë dhe gjykata po të shikoj edhe zyrtarët e mëparshëm, të qeverisje të mëparshme, po të kalojnë në sytë të gjithë zyrtarët që kanë qeverisur deri tani janë të mbytur në korrupsion. Keni dëgjuar për profesor Pëllum Pilin që është kryetar i Partisë Shpresa Demokrate, ka thënë se do të bëjë bashkimin e shqiptarëve dhe ka lajmëruar disa arrestime të reja. Kam dëgjuar atë. Ndoshta arrestime do të ketë. Do të ketë edhe së afërmi, por edhe më vonë në qoftë se Bashkimi Evropian do të qëndrojë fort qeverive shqiptare që të mos ndryhen në SPAK, por mundësisht edhe të bëhet e mundshme rinovimi i mandatit të tyre, edhe për një mandat tjetër, ndoshta do të jetë më e përshtatshme edhe më e mundshme që mjaft zyrtar do të kalojnë në sitën e prokurorëve edhe do të kalojnë në qeli. Sepse do të merrni pjesë në zgjedhje? Jo. Si kaluat nga televizioni Shpresa jemi, a do të merrni pjesë në zgjedhje? Po. Po si ka mundësi që shqiptarët i votojnë këto parti për 32 vite kur shohim vetëm korrupsion? Po mirë, ne do besojmë këtë dikush.
Besoni të këto partitë që kemi? Po normalisht. Që do bëjmë ne, do rrim pa shtet fare? Do rrim pa qeveri? Një alternativë re, një qeveri teknike. Po, kur të vijë momenti i votës, do menojmë. Sepse janë arrestuar shumë zyrtarë të lartë dhe priten dhe emra të tjerë për të arrestuar. Si e shihni? Por kur vjen momenti i votimit, do menojmë edhe çik më gjatë, se kemi kohë apo jo? Jemi në kohë mars. Asnjë muaj. Po mirë, aq sa kemi, do vendosim ditën e fundit apo jo? Si kaluat? Një pyetje shumë shkurtër, do të merrni pjesë në zgjedhje? Se di, po pa tako. Si kaluat nga televizioni Shpresa Ime? A do të merrni pjesë në zgjedhje? Nuk e di. A do të merrni pjesë në zgjedhje? Po si do të marrim pjesë në zgjedhje? Jeni të kënaqur me këto parti që kemi për 32 vite? Me partitë që kemi 32 vite ne nuk kemi të kënaqur. Fare. Po tash këtë kemi. Po mirë, nuk do të jetë një revolt duke mos e votuar? Duke mos i votuar, po revolt duhet ketë, po këtu ka shumë mendje dhe si kush shikon në mendjen e tij, nuk shikon për shembull që të bashkohen të gjithë. Ti ke edhe këta të rinj që erdhën. Kishim një farë shpresë këta dua më mashtruesa se këta që janë. Janë të gjithë bashkë, thoni? Apo janë kundërshtar? Janë të gjithë bashkë, po këta kanë të njëjtën mendje si dhe këta. Ti shikon ata urran atje në intervistë, 2 ata 3. Ai vetë vendos baban në vendin e parë në listë. Dhe si do t'i besoj ky popull? Si do të votoj këta? Unë çmendem kur i dëgjoj. Thot ajo që unë e bura për t'i thënë që brezi juaj gjyshi apo xhaxhai koha ka kaluar, mund të më mbushte mendjen mua me këtë rast, qofse ai vinte në fund të listës për të treguar që po e ve atje, sepse ai atje në fund nuk fiton dhe koha e këtyre ka mbaruar. Ajo vjen në vend parë, si të besoj ajo unë që ajo ka vënë për këtë llaf që thotë. Kemi dëgjuar për profesor Pullum Pilinçin, është kryetari i Partisë Shpresa Demokratët, thotë që do të bëj bashkimin e Shqipërisë dhe një qeveri teknike. Ka dalë, ka bërë deklarata për qeveri teknike dhe për disa emra të arrestuar që kanë ndodhur dhe që do të jenë. Dhe do të jenë. Të shohim si do eci. Besoni është më mirë të vijë qeveri teknike? Po qeveri teknike, po varet se kush do të drejtojë qeverin teknike. Se qeveri teknike u krijua dhe disa vite më parë. Thonë edhe këta të tjerë, për shembull demokratët, që thonë që do të fitojnë. Po demokratët veti patën fal, si do vija në pushtet kur iku nga parlamenti dorëzoi mandatet. S'kishte njëri me tru që të bënte llogarit, apo kur nuk mori pjesë në zgjedhje dhe i la 51 bashki Edi Ramës. Ka ndodhur shumë arrestime këto kohë. Mendoni se do të kemi emra të tjerë? Po gjithë ata që kanë bërë hak të vënë të gjithë atje.